Stresi kundër ekspozimit të tepruar të vajzave ka një porosi, reagon edhe Xheneta. Reperi stresi ka ndarë një sugjerim për vajzat të cilët ekspozojnë pjesët e trupit në media sociale. Në një video të shpërndarë në Insta Story, ai ka apeluar që vajzat të shmangin ekspozimin e pjesëve intime të trupit në rrjetet sociale, duke i sugjeruar që t'i ruajnë ato për partnerët e tyre. Stresi theksoi se shumë vajza së fundmi po e përdorin platformën për të tërhequr vëmendjen duke shpërndarë imazhe të pavlerësuara që mund të dëmtojnë imazhin dhe integritetin e tyre. Pavarësisht qëndrimeve të tyre, stresi e ka bërë të qartë se mendimi i tij është vetëm një sugjerim, duke theksuar se nuk është një person paragjykues. Edhe pse ai së fundmi ka pranuar se ka filluar që të ndjek shumë fenë islame si dhe të lutet shumë, duket se që sugjerimet e stresit nuk janë gjithmonë të mirëpritura. Kështu pasi Xheneta ka hedhur një thumë me saj për ka zbuluar edhe më shumë se ç'ka ndodhur me saj dhe gjestit në Big Brother VIP Albania. Xheneta në Instagramin e saj, e cila njihet për kundërshtinë ndaj stresit pasi ky i fundit vazhdoi të përkrahte gjestin, shkruajti indirekt me ironi në Instagram: "Ka tipa që duan gjëra të tjera, e shprehen për gjëra të tjera. Dyftyrsi", ka shkruar ajo, teksa mesazhi ishte i qartë kundra stresit. E lajme për të kanë ardhur edhe teksa ishte e ftuar së fundmi në një emision ku dha mendime për marrëdhënien e saj me Gjestin, banorin aktual të Big Brother VIP 4. Ajo shpreh se Gjesti në të vërtetë ruan ende ndjenja për të. Ajo përmendi disa momente që sipas saj tregojnë qartë këtë fakt, duke përfshirë edhe një deklaratë të bërë nga Gjesti së fundmi që e cilësoi hyrjen e Xhenetës në shtëpi si momentin më të bukur të përjetuar gjatë këtij formati, teksa tha: "Ai Xhenetën e ka në zemër, ai u dridh kur unë u futa në Big", tha Xheneta gjatë bisedës në studio.